Rikthehemi tani me bisedën në studio. Siç e paralajmëruam, do të jemi me një futbollist talentuar nga Kosova, që tashmë po e zhvillon karrierën jashtë vendit, që në një periudhë bukur të mirë, ka qenë edhe pjesë e grupmoshave të kombëtarës Kosovës. Lidhemi tani me Larson Ferratin. Larson, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe me dëgjuesit e Radio Dugaxhinit. Zoni. A jetu më dëgju tash? Tash po. Përshëndetje për ty, Naim. Përshëndetje edhe për gjithë shikuesit e Radio Dugaxhinit. Faleminderit shumë për ftesën. Ke vendos për një aventurë të re, je zhvendos te ekipi holandez Roda. Po më intereson me ditë pyetja e parë, çështu ka dok gjuha holandeze vlla? Të kallëzoj drejtën vlla, shumë gjuhë e vështirë. A e ke provu me mësues? Jo, vlla, nuk ja kom nis hala. Jam të morr vesh njerë anglisht, edhe gjermanisht, shqyr zotit ka lejtar aty që e din edhe gjuhën gjermane, anglishtja shqyr që po na kryjm punë. Njëherë për njerë hala nuk ja kom nis, se them drejtën edhe shumë gjuhë e vështirë. A e ke mendu me janis me fillu far kursi ose diçka për me të paktën bazikën me kuptu gjuhën holandeze? Tash klubi është të organizu, normale ka dhe profesorin e vet që na organizon për mjanis me mësu çdo gjanat elementare, sepse trajneri është holandez dhe edhe ai gati taktikën e krejtësanet i bën në gjuhën holandeze. Po dhe se pjesa ma e madhe e ekipit holandez, besoj? Jo bash krejt. Jo bash krejt, po një pjesë po. Thëm drejten, ma shumë ka Gjerman, kemi në ekip. Qyqë? Janë Gjerman se holandez. Okej, te gjermanishtën edhe anglishtën se ki problem? Jo, shërë zotit, jo. Okej, super. Roda është destinacioni jot i ri. Çka të buni realisht, Larson, me vendos me kalu te Roda, me provu një përvojë të re? Po, qëre, pjanisi prej fillimit, pe kallëzoj pak rrugtimin që ja kom nis prej Leverkusenit, mas parën e du me falenderu axhin tem, Ado Ferratin, që e ka bo një punë të jashtëzakonshme deri tani prej rrugtimit tem në Kosovë, deri me tani, e që vazhdon hala të jetë përkrasi më i madh bashkë me babain tim. Ajo ka iniciatori kryesor që unë të kaloj prej Kosove, prej klubit Phoenix tek Leverkuseni. Te Leverkuseni rrugtimi jam nuk ka shku ashtu që unë e ku mendu për shkak të shumë lëndimeve, të shumë në fillim të kallëzoj drejtën kur i marr prej Kosove në Leverkusen, kanë qenë intensiteti i stërvitjeve krejt tjetër intensitet, treningu atletik më ka mungu shumë mu, edhe kum pas probleme në fillim me lëndime, si u kthesha prej një lëndimi, fill lojën tjetër, e merrsha lëndimin tjetër, edhe nuk kum pas hapësirën e dur shkaku i lëndimeve. Edhe një moment vendosëm që prej aty me ndru pak ambient, kalova tek Roda-Vajseseni në Bundesliga te unë meshat. Aty ma dhanë minutazhën e dur që unë ta kthej formen e mas parit lojëve të minutazhën, adin që me kallëzu vetën sa ma shumë, bona disa gola, edhe patëm një lojë miqësore kundër Rodës, bashkë kundër Rodës, i shënova 2 gola, bona asist. I shënova 2 gola, bona asist, mas loje këta u lajmërun te klubi te Roda-Vajseseni, edhe pastaj edhe klubi e ka lajmëru dhe axhin tem, Adën, që janë të interesuar për më nënshkru me mu. Ata më kanë dhënë hapësirën e dur, më kanë me një fjalë se në futboll nuk i kur far premtimi, por jo, absolutisht. Më kanë thonë që ki me pas hapësirën, ki me kallëzu veten, mas pari më janë niste unë të nishat. Po. Ki me pas shansën te ekipi i parë. Edhe kjo më ka shtyë edhe besoj që futbolli holandez kemi shumë lojtar, kemi shumë shembuj që prej futbollit holandez kanë ecë lojtar, si për shembull edhe Rashica ka fillu në futbollin holandez dhe tash e shohim ku është. Kjo që ka qenë shtysa kryesore që ata ma kanë premtu, jo me ma kanë premtu, po me një fjalë më kanë thonë që ki me pas hapësirën për minutazh, ki me pas me kallëzu veten edhe te ekipa parë. Kështu që kjo më ka shtyr mas shumti që unë të vendos te Roda. Edhe ti qosh me grep
me tënat zezat edhe qosh shkon loj lun edhe realizon gol. Vallaj bashkë ashtu. Më vjen keq se nuk e mujt me realizu intervistën javën e kalume. Javën e kalume se të kom kallzu edhe arsye pse. Përse patëm lojë miqësore kundër Schalkes. Minutën e fundit shënova gol, rezultati nuk e, po nuk e që është dashtëm na, po kryesorja që megjithatë unë mendoj Larson që në disa raste përveç rezultatit e ekipor, sidomos këtë fazën ku je ti, ka shumë rëndësi edhe aspekti individual. Individual, që do ashta më të thonë edhe në ty që ka herë njeri të me këshyre edhe aspektin individual që është po performon për veti, edhe pastaj vinë rezultate, s'kanë qare pa ardhë. Vinë rezultate, suksesi vjen rep. Qështu ka dok fillimisht ambientin të Rodat, si të kam prit raportet me trajnerin, me bashkëtojtarët? Vallaj të kallzoj drejtën, kum prit pak më konë raportin fillim, pak ma i ftoft, nuk e kom besu që kom mu adaptu ka shpejt me shokët, me lejtarët, me krejt, po adin që thojnë, kur të shojnë edhe lejtarë që je, lejtarë pak ma i mirë dhe ja u kupton lojën, i kupton sistemet edhe ata afrohen vetë të ti. Po, absolutisht. Kështu që tash e fillum edhe kampionatin këtë që për Unistenisha, në lojën e parë shënova 2 golla, kështu që edhe isha njeri që ja u fitova lojën minutën e fundit, minutën 97. Edhe krejt trajnerat janë të lumtur edhe për që më kanë afruar në ekip, më kanë pritur shumë mirë, du mi falendrua ata për shansin, për krejt mundësitë që mi kanë dhënë. Besom edhe ka po e tregon ti se përvoj, po mbo qefi në aspektin personal fillimisht edhe ato ekipor, se ja ke ndihmu ekipin të fitoria, po sidomos në aspektin individual, që është shumë e rëndësishme prej kësaj periudhës ku ke arti, edhe me u shëndrum protagonist në ekipin që të ka thonë që Kalmetallon hapësirën është definitivisht fantastike për ty. Po që është kryesori. A di që amboni përshtypje edhe një sen, Larson, a është edhe një futbolist me nënshtetësi kosovare mrena Rodës? Aslashqanov? Jo, nuk është me nënshtetësi të Malit Zi, me sa nuk gabaj. Okej. Se në Transfermarkt, kur hina me pa ekipin e Unistenishav, figuroj edhe Deni Aslashqanov, po thot left back, edhe këtu po ja qet në shtetësinë Kosovë dhe Belgje. Tash Jo, nuk është. Nashta kanë bë far gabimin, nuk është, që tash janë bisedime me një lojtar të Anderlechtit. Okej. Janë bisedime të, nuk po du me po emrin zyrtar sepse alo nuk janë nuk kanë përfundu. Po të kuptoj. Jom të mundu edhe sa më shumë që me morë me afru në ekip, se normal është yti dhe me afru në ekip nuk është shambull i keq. Është absolutisht cani më i mirë që mund është me bu. Po normal, jam të mundu në biseda me trajnerin, me stafin, me kom, po muj që me afru a i lunë në pozitën me sfush, kështu që është lojtar shumë i mirë, kur të bëhet zyrtare besoj e merr një vesh edhe jo. Perfekt. Prej përvojës që ke pas në futbollin gjerman, tash kur ke kalu te futbolli holandez, a ke vrejt ndonjë ndryshim në sistemin e lojës në ato që është brenda fushave? A dallon shumë me Gjermaninë? Më të kallëzu drejtën dallon, kogja shumë, dallon sepse futbolli holandez është futboll ma taktik, është futboll pak ma i kadalshëm, edhe futbolli gjerman është futboll pak ma shumë fizikisht. Po. Edhe aty do të më vrapu ma shumë, normal, edhe në Holland do të më vrapu e gjithkun, po është futbolli pak ma taktik dhe ma i ngadalshëm se në Gjermani. Kjo është mendimi jam, që shune e vrej prej aspektit tem. Po normalisht se ti e në fushë edhe mund e vrejnë edhe taktikën e trajnerit, atë që kërkohet prej teje. Te çështja e lëndimeve do shta më kthyve që edhe njerë, a jetë ashtë në rregull fizikisht me punën e lëndimeve me gjithçka? Po, tash jam 100% fit, 100% edhe i fokusum për më arrit suksesin sa ma shumë me ekipin, së bashku me ekipin, edhe mi arrit ashtu edhe cilët individuale që i kam unë. Gjatë përvojës sa ke pas të Leverkuseni, ke qenë pak edhe me ekipin e parë, ke pas raport edhe me Granit Xhakën. A vazhdon me pas ende raporte me Xhakën edhe qysh e vlerëson Xhakën realisht? Po, une raportin e kam shumë të mirë me Granitin, kontaktoj shumë herë, kemi kontakte shumë të mira,
ai është përkrasi më i madh që prej kohës që e njohën prej Leverkusenit, ka qenë përkrasi dhe suportuesi më i madh që më thonë që më ka ndihmuar gjatë karrierës time. Kum pas disa bisedime shumë me të jena ule dhe jena taku bashkë, më ka kallëzu shumë gjana që duhet më koni fokusu me sene shumë, edhe e kom raportin shumë të mirë me të. Prej asoj që një gjakën në raportet e tua, atu ka duk befasi zgjedhja Sunderlandit edhe forma ati që ka si vjetë në Premier League? Apo është normalje? Jo, nuk më ka duk as pak befasu se zgjedhja ati të Sunderlandit, sepse Graniti është një lider lider në çdo aspekt, edhe në fushë edhe jashtë fushës, edhe ai e ka ditë se cilët e tina, i ka ditë se çka mundet më arrit, edhe nuk besoj që ka bëu hap të gabushëm që e ka zgjedh, edhe po shihet edhe tash që çfarë suksese dhe çfarë bashkë me ekipin po kanë. Edhe te kombëtarja e Kosovës, a mundemi me të pa te grupmoshat e reja tash? A ke pas kontakt? Nuk kam pas kontakt kohëve të fundit, kështu që nuk e di çka të them. Okej. Unë jam një herë i fokusuar te Roda, besoj që në të ardhmen do të shihet. Rrugës besoj nuk do të mungoj edhe kontakti, se me sukses sigurisht tërhiqet edhe kontakti. Po, normal. Edhe unë më kanë, siç e cek edhe ti unë më kanë edhe pjesë e grupmoshës punën me kur ka qenë trajner Adil Maliqi. Po. Edhe të shohim të ardhmen se si do të vendosim. Bile në atë periudhë keni pas një periudhë shumë të mirë, të suksesshme me Adilin. Po. Edhe për fund, dashta me të nxjerr pak te futbolli evropian, se te e përcjell Champions League-ën, s'bohet pa e përcjell. Kënd e shes si vjet favorit për me e fitu Ligën e Kampionëve prej lojëve që ke pa deri tash? Prej lojëve që e kam pa deri tash, të them drejtën, është ekipi Arsenalit që më ka bë që besoj shumë që komo kanë njëri prej pretendentëve kryesor për me fitu Champions League-ën. Kam bo lojt hatashme, ha? Vetëm 2 gola pranum krejt fitore. Statistikat flasin vetë vlla. Ka. Larson, është gjithmonë kënaqësi me diskutu me ty. Falemderoj shumë që ke nda kohën sonte për neve dhe dëgjues të Radio Dugaxhinit. Ka qenë kënaqësi, presim kurdo që vjen në Kosovë, presim edhe këtu në studio me të pas live. Faleminderit shumë, është gjithmonë kënaqësi të bisedoj me një njerëz si ti, që ki njohuri të mëdha për futbollin, edhe shumë faleminderit për ftesën. Edhe të urojmë shumë sukses nikosisht. Inshallah nuk nalin gollat kur. Faleminderit shumë.